Shikues të nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Do të flasim për atë çka po ndodh tashmë në lindjen e mesme pranë SBA-s dhe Iranit. Kam të ftuar ditën e sotme ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Lutfi Bilali. Zot Bilali, ju përshëndes kënaqësi. Kënaqësi edhe nga ana ime, përshëndetje. Zot Bilali, atëherë do doja ta nisja me një paralajmërim nga zyrtarët izraelit, cilët kanë thënë se pas Ayatollah Khameneit, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është objektivi strategjik pra i radhës dhe kjo deklaratë provokuese ndoshta përshkallëzon edhe më tej tensionet në linjën e mesme dhe sugjeron dhe qëllimin e Izraelit për t'u kundërvënë kërcënimeve të perceptuara nga fuqitë rajonale. Zot Bilali, si fillim, si e shihni këtë sarale, shihni dhe mendoni se po hapet tashmë një front i ri dhe pas Khameneit, a është vërtet Erdogan objektivi që mund të ndes ndoshta një luftë të madhe Turqi-Izrael? Po kjo është në sfondin e propagandës e cila realisht nuk është veç propagandë, mund të ketë edhe plane konkrete, jo tash, por jo tani për tani, por për të ardhmen afërt mund të jetë cak në shënjesër presidenti turk. Besoj që deklaratat e tilla vinë në kohën kur kemi, mund të them, lidhja mesme është në flak nga një luftë e cila ka marrë përmosa të egzagerimit në aspektin e terrenit dhe të territoreve, e cila mund të prapët dhe të shtrihet jo vetëm në linjët e mesme, nga se edhe pse Turqia ka këtë epitet gjeografik si një vend që kufizohet, shtrihet dhe kufizohet me këto shtetet të cilat sot kanë një situatë të turbullt. Por politika e Izraelit apo politika sioniste, më mirë thamë, ka arritur deri në atë pikë që ta vënë në shenjë edhe liderin turk, por nuk ka të bëjë shumë me emrat përveçshëm, ka të bëjë me vizionin i cili për fatin e keq të popujve çdo herë duhet kemi atë ndjeshmërinë që pëson popujt në këtë rast, edhe popujt që jetojnë në këtë region, siç janë arabët dhe hebrejt, por mendoj që deklaratat të cilat mbjellin dhe fusin panik kanë një qëllim edhe psikologjik, po edhe tregojnë shenjat që çka mund të pret e nesërmja një duel apo një ndeshje të drejtë për drejtë mes Turqisë dhe Izraelit, dhe mendoj në këtë drejtim Irani është ndoshta shënjestra në zhvillime sipër, shënjestra e parë për të zbutur, mund të them, atë që njihet brengat e Izraelit për mos rrezikim të ekzistencës së tij. Dhe në këtë drejtim mendoj që politika turke është vetëdijshme, dhe sidomos në Siri, në Sham, do jetë përleshja, mendoj, e arshme, po që se kjo luftë përfundon në fitore, ta quaj bindse të Izraelit ndaj Iranit, që dorë në zemër gjasat janë shumë të vogla që të ndodhë kjo. Por, si të qoftë, për të qenë ma i shkurtër dhe të vinë përfundim të pyetjes së juaj, Turqia është zërë dyshi arshëm për lidhjet e mesme, për konflikt potencial. Qartë. Zot Bilali, nga ana tjetër, ushtria libaneze dislokoi trupat nga disa pozicione kufitare të krijuara së fundmi pas asaj që e përshkroi këtu pra si një përshkallëzim izraelit. Mendoni se tashmë po përgatitet Izraeli për ndoshta një operacion më të gjerë në jug të Libanit, apo kjo është vetëm presion strategjik për të frenuar këtu edhe aktorët e armatosur në zonë?
Jo, tash mendoj që Hezbollahu është futur në lojë, ndoshta edhe qëllimisht, për të shpërndar, më të them, aktivitetin izraelit, jo vetëm në drejtim të Iranit, por edhe me shtetin i cili është një kohë të gjatë problematik në raport me Izraelin. Disa dronë që kanë goditur nuk është të vërtetuar saksuar, sa kanë pas efekt të bazave angleze në Qipro, britanike. Mendoj që ka zgjuar jo vetëm atë aspektin se ku deri mund të shkon konflikti, apo mund të zgjerohet. Dhe taktikisht aja dogma e Iranit në këtë rast përmes Hezbollahut ka arritur që ta ketë tamam momentumin për të arritur të krijojë edhe panik në vendet dhe bazat u gjenden në mesdhe, por edhe më gjerë. Dhe kjo mendoj sepse nuk është hera parë, Izraeli me IDF-in e tyre është prezent në vijën, mund të them edhe për nën lumin litan në Liban, ka një lloj kontrolli dhe incizim të situatës ku goditet shpesh edhe pa aktivitetet të tilla apo pa një luftë të tillë të sëqme. Izraeli ka goditur Libanin dhe Beirutin, pjesën e Beirutit, mund të them pjesën lindore, juglindore, ku është e koncentruar bazat e Hezbollah apo qendra apo edhe popullata, nga se Izraeli e don Libanin në atë popullatën kur godet, popullatën në veri të krishterë dhe pastaj pjesën tjetër të muslimanëve suni dhe shi. Dhe thotë kjo ndarje shpesh edhe Netanyahu e bën e përmend këtë citat dhe këtë terminologji për aleancën me sunitët kundër shia, dhe kjo me të vërtet praktikisht mund të them në një farë mënyre ekspozohet në Liban. Por mendoj që Izraeli ka tash edhe trupa toksor, parashe ofenziv dhe aktivitete në Libanin jugor, për bombardimet kanë qenë të ashpra. Bili ka bë thirrje që të evakuohen pjesë të rezidentëve apo të banorëve në pjesën e Libanit të Beirutit, në kryeqytetin e Libanit. Dhe kjo tëra tregon që aktiviteti dhe goditjet do jenë aktivitete të vështira, sidomos për popullatën civile, por tani është ky manierë i tillë ku Izraeli nuk ndalet në planet e tij edhe për deportimin e pjesës së Vestbankut në Palestinë. E qartë. Nga ana tjetër, zoti Bilali, media shtetërore ka njoftuar se dronët ndërkaq kanë shënjestruar dhe një port Omani duke goditur edhe një rezervuar karburanti. Mendoni se ky është mesazh paralajmërues ndoshta ndaj vendeve të gjirit, apo vetëm fillimi i një faze të re ku infrastruktura energjetike tashmë bëhet dhe objektivi kryesor? Po, tash thon drejtën nuk e di, lufta apo më të thamë fusha Mejdanit po bëhet për tokën e Abrahamit, apo Ibrahimit, apo për naftë. Mendoj që për këtë të dytën. Dhe objektiva kryesore që nga Venezuela, pastaj edhe në Ukrainë po ashtu, lufta bëhet për grabitje të resurseve, që vetë ta pranojnë ato mineralet e rralla, të cilat janë fatkeqe për fatin e njerëzve. Por Omani ka qenë, më thëmë, nuk është goditur nga 8 vende sa është kundërgodit Iranit të shtunën. Do të me fillimin e aksionit Izraelit Amerikan, Irani është kundër përgjigjur, që është në histori e rrallë kjo,
që një shtet me kapacitete që farë i ka rritur të kundërgodas në 8 shtete. Këtu përfshi edhe Shëban, ose bazat amerikane. Mendoj që Omani ka qenë, sultanati i Omanit ka qenë, do thotë, jashtë kësaj orbite. Por, si sa në pyetjen e juaj, ka filluar tash, ka pasur një goditje, dhe ato goditje kryesisht kryen në rafinerit apo në burimet e naftës. Dhe kjo le të kuptoj që Irani ka zgjedhur jo rastësisht të godas aty ku dhimbja është më e madhe për tregjet jo vetëm evropiane dhe botërore, por edhe botërore, u falni. Dhe kjo tregon që të tregje edhe në Amerikë, edhe kudo që në çdo skut të botës do shkaktoj ngritjet e çmimeve dhe të cilat pastaj në aspekt zgjeror do të krijojnë situata që të ketë ngritjet e çmimeve edhe në produkte tjera. Dhe këtu mendoj që Irani ka pasur ka studiuar këtë paraprakisht që goditjet që nga Kuvajti deri tek Omani t'i bëj jo vetëm në bazat ushtarake, bili mund të thëmë arma më fort dhe goditjeve apo një farloj baze ushtarake, ta quaj është 02, është mos qoftë 01. E para janë burimet e naftës. Sepse shkaktimi asoj krize përmes mbylljes së ngushtisjes së Hormuzit, 20% e prodhimit botëror të naftës kalon nga kjo pjesë, pastaj 15% e gazit, etc. Gjitha këto do thotë do shkaktojnë dhe është një formë e një aktivitet të luftës e cila do dihet të çdo qytetar në çdo pjesë të botës. Sidomos në vendet që janë të zhvilluara. Në këtë rast po flas për pjesën e hemisferës perëndimore, pastaj evropiane, por edhe vetë Kinën në këtë rast. E cila do ballafaqohet dhe për ata është interesuar që proksin e vet me Iranin ta zhvillojë sa të është e mundshëm. Nga ana tjetër, zoti Bilali, si shihni këtë përshkallëzim? A mundet që të marrë edhe për masa më të rrezikshme në ditën e vijim, pasi është lajmëruar nga ambasadori i SBA-s në Izrael se amerikanët në Izrael kanë mundësi shumë të kufizuar për t'u larguar nga vendi? Jo, më shif lëvizje dhe kështu mund të them para lufte, para së shtunës, lëvizja, bile mund të thëmë që nga viti kaluar i luftës domosdoshmëritore, lëvizja e njerëzve brenda Izraelit zakonisht më shumë ka të larguar se të ardhur. Izraeli është një vend që thret dhe arrin të pres dhe është interesuar të sjellë banor të ri me origjinë të deklaruar, jo vetëm të deklaruar, por është një mityre që aja do thotë etnikumi i gjakut përmes nënës dhe babës, por në këtë rast amësia lund rol të madh për të përcaktuar origjinat, për të marrë epitetin e këtij nacionaliteti dhe kësaj etnie. Dhe mendoj që në këtë raport më shumë largohen se sa që vinë, pasojat janë të një konfliktit jashtëzakonisht të gjatë. Lindja mesme ka hyrë vitet edhe 2 vite banë do thotë 80 vite nga një përshkallëzim, një luftë, një tension i cili jetojnë popujt në lindje të mesme, mund të them në përgjithësi, jo vetëm në lindje të afër, po sidomos ata në lindje të afër, në pjesën mund të them që nga Shami, pjesa e Sirisë deri te Nili atje. Dhe kjo tregon që edhe qytetarët amerikan, ambasada amerikane, mund të them që ka problematikat e veta, sidomos sepse i ka shumë fluturime të cilat në këtë pjesë e cila lidh pastaj është me stopi, siç është Dubai për qarkullimin ndërkombëtar në Australi apo në vende të tjera. Dhe kjo tregon që është i kaos i madh në vijën e qarkullimit ndërkombëtar të fluturimeve
të cilat shprehin edhe me vetë problematikën që mund të kenë qytetarët amerikanë apo stafi ambasadës amerikane, e cila përkujdeset që në këto kushte me të cilat janë emergjente ka vështirësitë e veta, është panik edhe në pjesën e Jerusalemit, sidomos në pjesën ku janë të gravuara nga 3-4 ambasada që njohin legitimitetin e Jerusalemit si kryeqytet, sepse nuk është një numër i madh i tyre që e njohin, tjerat janë të kuptohet spostuar edhe me selitë e tyre në Tel Aviv. Por mendoj që për momentin amerikanët janë dhe thrasin jo vetëm në këtë pjesë, po mendoj që në shumë shtete, qoftë në Kipër, në Greqi, në pjesën tash të mesdhënë, këtë pjesë që të thrasin për kujdesi apo zvogëlim të stafit të ambasadës. Nuk goditur edhe në Riyadh ambasada amerikane. Me duket sot, është informacion i fundit që tregon qartas që goditjet e tilla fillojnë dhe kanë qëllimet të krijojnë sa më tepër panik të pala kundërshtare dhe kësaj forme të aktiviteteve bën njëra apo pala tjetër. E qartë. Zoti Bilali, nga ana tjetër, Irani ka publikuar një video tronditëse pra në mes të këtij konflikti në lindjen e mesme, që përshkallëzohet me shpejtësi duke shfaqur atë që pretendon se është një raketë fatam me aftësi hipersonike. Mendoni se kjo tashmë është një shenjë fuqie ndoshta për të friksuar këtu edhe kundërshtarët, apo nga ana tjetër kemi një paralajmërim real si Irani ka aftësinë për të zgjeruar këtu konfliktin në ditët në vijim në një shkallë më të gjerë? Po janë dy shtete në lindjet e mesme që kanë, do thëmë, një dobësi, sa i përket kapaciteteve në ushtarakën e ofenziv dhe defenziv, Irani dhe Izraeli. Izraeli ka përparësin në aviacion, që është jashtëzakonisht i fuqishëm. Këtë të tregojnë edhe të aktivitetet gjatë luftimeve. Dhe Irani me goditjet me armët, me raketet ballistike. Por në defanziv të dyat kanë problemet e tyre. Irani kuptohet me sistemin ende të pakonsoliduar mirë apo për të përgjigjur ndaj F-35-it Amerikan, që disponon Izraeli, apo dhe F-16 Barakut. Dhe kuptohet që të dyat kanë një mungesë apo një përparësi. Dhe mendoj më tepër janë me këto dy elemente, me sistemin ballistik raketor të Iranit, i cili po tregohet realisht që është kodhëdhëmbja më e madhe e Izraelit në këtë rast. Sa ka potenciali, shef, njerëz kur flasin për këtë tema, pak a shumë kanë dobësi të tilla të nuk e njohin shumë këtë problematikën e zhvillimit të raketave ballistike të Iranit, të cilat përpos më të them tipeve të cilat janë prodhuar më herët, Shahab 1 dhe 2, pastaj kemi variantet të tjera apo emrat të tjerë të raketave të cilat hynë në domenin nga 200 deri në 700 apo 800 kilometrash. Për shembull, goditja që është bërë në Katar dhe Bahrain përpos Shahab 136 të flotiljes së dronëve, ka qenë Shahab 1 dhe 2 në caqet e shkurta, të cilat janë treguar efikas, edhe pse janë prodhimi më hershëm, nuk janë prodhim kohe që letë mund të kapen. Meqense goditja në radarin e bllokut 5, 1.1 milarç i amerikanëve në Katar, ka treguar që në farë mënyrë ka qenë efikas Shahab 2. Dhe pjesa tjetër që jeni të interesuar në pyetjen e juaj është kapacitetet e Fatah 2-shit, që kalon 1450 km. Dhe është armë që sillet me shpejtësinë e mahun 7 deri 9. Dhe sigjili
i cili është 2000 plus kilometra. Të gjitha këto janë hipersonike. Pa flasë për këto dy tipe. Dhe kjo është ai problemi që kanë sot gjitha këto aktivitete luftarake që pëndodhin. Dhe nuk ka qenë e rastësishme që në bisedimet në Zhenevë pika kyçe që ka qenë interesuar Amerikanët, do thot në këtë rast, Izraeli, ka qenë reduktimi i programit raketor balistik në 500 kilometra. Dhe kjo do thot ka qenë pika që pasaj delegacioni i Iranit as që ka dashur të bisedoj për këtë pikë. Propos programit bërthamor. E tash, sa ka në arsenal tjetër të fuqisë që ka përcen plus 2000, afrohet mes 3000-3500 kilometra, është ndoshta një lloj spekulimi që tash parashihet rreziku që këto rreze të veprimit të këtyre raketa mund të përfshinë edhe regionin tonë edhe vendet tona. Por kjo është në fazën e cila mendoj që është mes propagandës dhe realitetit. Dhe kjo, de facto, ne mund të flasim vetëm për ato çka dim dhe çka dihet publikisht, deri ku është kapacitetet e Iranit dhe potenciali i tyre me këto raketa. Por nuk përjashtohet mundësia që Irani ndoshta mund të ketë, meqense deklaratat janë tilla të Gardës Revolucionare Islamike, ende potencialin nuk është ardhur në shprehje, posedojmë arsenal që do jetë të rënditse për palën armike apo kundërshtare dhe kështu etc. Por për momentin mendoj që realisht është parë që në këtë pikë besoj që pajtojnë njerëz dhe ekspertët e kësaj fushë që Irani ka arritur, mund të them, suksesin më të madh e ka në programin e raketave balistike. E qartë. Ndërkaq, nga ana tjetër, zoti Blali, presidenti Donald Trump ka reaguar lidhur me rezervat amerikane të municioneve të nivelit të mesëm dhe mesatar të lartë, duke theksuar se luftrat sipas tij mund të zhvillohen përgjithmonë pra vetëm me këto furnizime që tashmë ka Amerika. Mendoni se ky është vërtet një paralajmërim strategjik nga ana e Donald Trump për të friksuar ndoshta edhe Iranin? Po sigurisht, Amerikanët ende gjenden forca me kapacitete jashtëzakonisht të mëdha, ushtarake, qoftë me buxhetin që është kalon 900 miliardë, qoftë me shtrirjen e saj me baza jashtë vendit dhe zhvillim, mund të them edhe të inovacioneve të teknologjisë së fundit. Por mendoj që Trump gjendet para një situatë ku edhe ati duhet ndonjëherë të ketë atë moment, të kërkoj momentumin e daljes. Ndërse do thotë është një farë lloj autobani, autorrugë që ka hyrjen për edhe daljen. Dhe dalja duhet të gjendet diqysh një lloj formulimi. Mendoj që aja ka akuzuar një mënyrë Bidenin për të aktivitetin ish paraardhësin e tij që në luftën Ukrainë-Rusi ka dhënë armatim të çmuar për Ukrainën dhe pastaj ky është një taktizim, një mbulesë që mund të bëhet, se them drejtën opinionin në SBA dikon 70% është kundër kësaj lufte. Dhe ajo di që edhe në mes zgjedhjeve që do banë për përfaqësues të kongresit atje në SBA, që quhen ato mes zgjedhjeve, do ketë një fitore më duket të madhe të demokratëve. Dhe kjo mendoj që shef Trumpi duket ka qenë sugjeruar më herët për gjitha rreziqet se ka pas tentativa që nga janari që të goditjet Tirani. Mirë po ka pas paralajmërime që mund të ketë sfidat me të cilat realisht po ballafaqohet. Të gjitha ata njerëz mund të jenë naiv që mendojnë që Amerika e humb luftën me Iranin, në raport me Iranin, po them, tek a tek. Por vështirësitë do t'i ketë të mëdha.
Këto vende janë interesante, edhe në Afganistan, po ashtu, një vend që nuk, do thot, në kapacitetet e tyre, përpos asoj rezistence të grupeve talibane atje, prapë se prapë ka qenë vështirë ta mboj një territor apo një shtet nën okupimin klasik. Dhe këtu mendoj që duket ka pas qarkullime mbram që nuk përjashtohet mundësia e trupave toksore amerikane në Iran, që është jashtëzakonisht nonsens i llojit vet, sepse dihet që kjo nuk do ndodh asesi. Por mendoj që Trumpi ka ato probleme. Mendimi është që Trumpi është i kapur nga një forcë të cilën e dim të gjithë, si e ka emrin, çfarë lobi është, sepse nuk e ka dashur ndoshta këtë luftë ta zhvilloj. Por ja që edhe zgjedhja e tij nuk ka rastishme, ardhja e kryt të SBA-ve, por edhe goditja e tij nuk është e rastishme nga dhënia e urdhit nga një president siç është Donald Trump, por ja ka hyrë në fazën që duhet ne po shohim kush filloi. Por kush do përfundoj dhe si do përfundoj, do jetë enigme e cila ka shumë pikpyetje. Ju si e shihni, zoti Bilali, përfundimin ndoshta të gjithë këtij konflikti pra mes SBA-s dhe Iranit dhe cilat janë skenarët më të mundshëm? Skenari i parë, sipas mendimit tim, është një luftë e shpejtë, një javore, e cila këtë kur po them mendoj se tani po kemi ndonjë të lashtë që njerëz vëllën nuk e goditur shaj, po shif na jem për të bërë një analizë dhe për të krijuar më të them opinione që flasin në emër të asaj se çka ne mund ta japim ai ta quajë verdiktonin për gjitha këto procese, apo në këtë rast për këtë luftë. Mendoj që do jetë dikon 7 ditore, të shtunën ban tamam në të premten e orës 00:24, ban 7 ditë, dhe kjo mund të jetë opsioni i parë. Ka shenja që deklaratat zyrtare janë që mund të zgjasë me muaj, këtu flitet nga një muaj deri tutje, por ka pas sinjale që ka qenë një tentativë duket edhe sultanit të Omanit dhe Erdoganit për të krijuar një parakushte që të krijohet një situatë, një lloj armpushimi, e cila më duket që nuk ka dalë suksesshme. Ka indikacione që bile Marco Rubio ka një deklarat pra më duket që ka cekur qartaze që gjitha kjo varet nga kundërveprimi i Iranit. E tash kjo është shumë interesant ky citat. Do thotë kemi hyrë në fazën që amerikanët ndoshta të kërkojnë që Irani të jetë i kujdesshëm ku godet dhe çka godet. Dhe bazë kësaj mund të varet të kemi një situatë që mund të vjen deri te një armpushim, pastaj arritja e fillimit të bisedimit dhe hyrjes në tërez shfaqjes së diplomacisë, të cilat janë forma më e mirë për të ndalur një luftë. Por do thotë skenarët e tillë nuk do jenë shumë të rëndësishëm për të ardhur në përfundim të asaj që lufta të zgjatë dhe të përfundojë sa më shpejt, nga se psojnë civilët apo siç tash këtë terminologjinë kur dojnë të minimizojnë apo të shfaqsohen, të iket nga dëmet kolaterale që mund të psojnë sidomos civilët. Mirë, zoti Bilali, do doja ta mbyllja me këtë sipas disa deklaratave të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike dhe ndërkaq sipas mediave, pra nuk kemi informacione të sigurta, thuhet se Irani mund të konsiderojë një sulm ndaj selisë së organizatës së Mujahedinëve të popullit të Iranit për vendosur në kampin Ashraf 3 në Shqipëri. Mendoni se Shqipëria është një rrezik real nga veprimet e Iranit?
Ja, unë nuk e besoj që Shqipëria është, ndoshta mund të jetë edhe të saktë, ose kur ka pranuar Mujahedinët atë Mekun, i cili është marrë si, mund të them, arsye për të zhvilluar aktivitet të një lloj opozite iraniane për të shkaktuar probleme Republikës Islamike dhe një lloj kolone e cila mund të përdoret të kushtet e caktuara. Do thotë që në fillim ka qenë ai synimi, edhe i vendoset aty në trupa në manza atje. Mendoj, jo që nuk do të krijohet panik, sepse të ne është krijuar një bindje nga analizat e ndryshme që njerëzit jo në Kosovë, në Shqipëri ka që në për studio apo në komente të ndryshme janë një farloj e arsytojnë Iranin, apo është gabim total. Nuk e besoj, shqiptarët nuk kanë nevojë të krijojnë prokse me të cilët mund të dalin të humbur dhe nuk kanë interesa fundi fundit. Por në këtë rast mendoj që për mos shkaktuar panik, mendoj që është e pamundshme nga distanca, vetëm po që se rrezja veprimit të raketave iraniane, po që se goditet të Vjena, mund të jetë pastaj në rrezik tjetër që mund të goditet edhe Shqipëria në këtë rast. Por mendoj që realisht kapacitetet me sa duket të Iranit nuk e kanë këtë mundësi. Nuk është as e pamundshme, por për momentin logjika jonë e thot këtë që në bazë të kapaciteteve sa Irani momentalisht për sa dim nuk ka mundësi ndoshta të kryejë një aktivitet të tillë të goditjes së kësaj qendre apo ndonjë qendre që ata e shohin si të arsyeshme. Meqense nuk godet ende në vendet anëtare të NATO-s, bile edhe ato bazat në Qipro kanë qenë baza që janë bazat të shtetit për shembull në këtë rast të Mbretërisë së Bashkuar apo edhe të Francës, dhe jo bazat